Pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV, në këtë kanal të mrekullueshëm që ne në fakt çdo ditë japim për ju informacionet më të fundit se çfarë ka ndodhur në shtëpinë e Big Brotherit dhe çfarë po ndodh. Po flasim tani për lajmet më të fundit, për dinamikat më të fundit. Hyrja e Fjolla Morinës ka qenë një hyrje shumë interesante, një hyrje shumë pritur nga publiku shqiptar, sidomos nga audienca e Big Brotherit. Të gjithë pretendonim të shikojmë një fjollë pak më ndryshe, një fjollë që ne jemi mësuar ta shohim nëpër deklaratat e saj pikërisht kohëve të fundit që po jepte për mediat shqiptare, por siç duket, Fjolla Morina erdhi krejtësisht në një stil tjetër, erdhi krejtësisht në një natyrë tjetër dhe erdhi krejtësisht në një njeri tjetër. Në një bisedë që Fjolla po bënte në dhomën e ndenjës me Elionën, më pas përzjodhen që të dalin në veran, Fjolla Morina po mundohej që ta edukonte apo që ta këshillonte Elionën, po mundohej që t'i tregonte se loja të cilën Eliona po bën është lojë e gabuar. Do me thënë duhet jetë pak më e hapur, duhet jetë pak më dinamike. Eliona është shumë e mbyllur dhe mbyllja që Eliona ka në vete, që besoj që këtë mbyllje ka fituar nga jeta e saj, nga e kaluara e saj që realisht të tregon që nuk ka patur një të kaluar të lehtë. Eliona po duket jashtë kamerave sikur po viktimizohet, do me thënë sikur po bëhet ajo vajza e dhimbsur, e prekshme, e ndjeshme, dhe kjo gjëja do me thënë po krijon një lloj dinamike të madhe brenda shtëpisë së Big Brother. Fjolla i tha Elionës që unë do të mbaj dhe po të respektoj si vajza ime, por çfarë i la të kuptohet? Sepse në momentin që i tha se dua të mbaj dhe po të respektoj si vajza ime, i tha dhe një pjesë nuk më intereson për pjesën e jashtme. Do të thonë Fjolla i dha një lloj mesazhi që ti jashtë po të preferojnë, po të duan shumë dhe je një ndër më të preferuarat e publikut. Le të themi ja dha këtë dritën të gjelbërt Elionës. Eliona i tha që unë kam patur nevojë për një mbështetje të tillë, kam patur nevojë për një banore e cila mua do të më respektoj. Dhe këtu sepse unë e shoh që Fjolla është shumë e sinqertë. Nuk do të them që Fjolla vuan për famë dhe për klikime, sepse në fund të ditës Fjolla famën dhe klikimin e ka patur me kohë. Domethënë nuk është një këngëtare që ka hyrë sot aty për të bërë famë. Fjolla ka hyrë për t'u rikthyer, për të treguar personalitetin e saj, për të treguar njeriun e saj, sepse kaloi një kalvar me vuajtje, kaloi një kohë dinamike shumë të vështirë, por jo që ka hyrë brenda asaj shtëpie për të bërë atë famën e madhe apo për të marrur ato klikime. Domethënë nuk e shohun Fjollën në këtë formë. Dhe mbështetja që i dha Elionës mua mu duk shumë njerëzore. Domethënë Fjolla ka hyrë me një zemër shumë të pastërt edhe shumë të bardhë. Do të shohim se si do të vazhdon në ditët në vazhdim, do të shohim se çfarë dinamike do të ketë, do të shohim se sa do ta mban këtë lloj qëndrimi, sepse shtëpia unë kam thënë gjithmonë të rëmben, nëqoftë se ti ke bërë komplet një skenar tjetër nga jashtë, momenti që futesh brenda kësaj shtëpie, skenari të ndryshon dhe të bëhet një skenar krejtësisht tjetër. Do të shohim se si do të jetë në ditët në vazhdim Fjolla, por deri më tani në këto ditë të para Fjolla mua më duket shumë e ëmbël edhe shumë e dashur edhe për publikun. Dua të marr mendimin tuaj.